Mu më kujtohet që në shkurt, ju keni orë këtu dhe keni thonë, votom në zgjatjen bugjetore, se ko me pru bugjetin e plot, e kena me bo mirat bugjet. A o kështu ta kemi votu zgjatjen. Kur e ke pru bugjetin e plot, të moj men ty shumë mirë dhe kryeministrin Kurti, të thonë, na bëjshim kritika e thëshit, nuk ko bash mirë, po e kemi bo shpejt të shpejt, se s'kemi pos ku, po kena me pru një rishikim që ko me ko forti mirë, e kena me pos ku për debat. U kalua jo. Sot je ardhë, mas 2 muje gjyzve, dhe po na thu, as kësejeri nuk mujna shumë debat, edhe nuk mujna fort krejt me këshyrë rishikimin, po duhet veç këtë aspektin që po të intereson ty, po votën e se na vynë. Da me thonë, me këtë seriozitet s'ma merë menja që në shpitonet lojnë me trajtu ekonominë familjare, jo bugjetin e shtetit. Përbesjo, me thonë 3 herë familjes tone, qërë sot s'po planifikojmë këtë mujë, këshyri mujën tjetër, valojnë familje kanë me të bo vrejtje. Jo kështu do mënë hera e tretë, që na detyron me shpejtësi me votu paret e krejt neve. Më falni po, këtu bëhet fjallë për Kosovë, mre, këso bugjeti i PDK-s, as i VV-s, që të jenë paret Kosovës. Për më boqa të 4 miliard euro, so njeri sakrifikon shëndetin, e punën, e mundin e vetë, mu mledhë taksa, o merë taksat privatit, e publikut, të gjithve, edhe në fund na me ka që jo seriositet 3 herë me full për bugjetin e Kosovës, po më do këtë e pabesushme. Vërtet, unë kom prit shumë ma shumë profesionalizm për teje, me thonë drejten. Unë kom pos pritje tjera për ty si minister. Edhe s'me ndoj që kjo është nivelin cilin mund shme punuti. Unë besoj që ti mund është ma mirë se që kaqë. Për një me po thëmë. Kështu që kësha thonë, mu të rjek prej kësaj, me bori shikimin që është duhet me nalon kohë me kësyrë, unë e di që ti mund është me bo që të punë, hiqu për agendes politike se je minister i financave. Le këto politike, le kryeministrit. Ti je minister i financave, mund është me bo ma mirë këtë punë, bërne që është duhet edhe bere, mos ministri i financave një veni nuk flet kështu politikisht, kash politikisht, vetëm si ministri i financave s'po folë. Faleminderit. Principi agendës politike, je jurist, a bën kështu edhe unë me të thonë ty, po nuk është kjo tema, është minister i qeverisë Republikës Kosovës. Nuk ja përcakton agendën dhe prioritetet ministrisë.